këtu vjen pjesa e edukatës masës, që nuk kemi pas emisione të tilla ku dikush është profesionist i fushës, edhe ta sqaron për shembull pse është ma lirë. Para mendo tash më thon dikuj ma lirë me blini 140.000 këtu se 100.000 këtu, thotë ja vona i gao. Është ajo që na si Këshilli i Ndërtimit Gjelbër i promovojmë. Mirë se erdhët në podcastin e dytë të Kosova Green Future. Sot do të flasim për patundshmëritë, pra për sektorin e patundshmërive në Kosovë. Natyrisht që do të ketë tema shumë interesante për juve. Tema, për shembull, është shumë aktuale. Të gjithë flasim ku e ki banesën, ku do ta blesh banesën, ku janë çmimet më të mira, ku janë lokacionet më të mira, cila kompani ndërton më mirë, e shumë tema të tjera. Kështu që sot me mu është njëri nga personalitetet televizive që e kemi pas shumë shpesh në televizion, mirë po aty ka qenë si një prezantues i sportit. Kurse tani është një personalitet kyç në sektorin e patundshmërive, i cili e ka krijuar një kompani edhe po del shumë i suksesshëm. Sot me mu është Emanuel Sylla. Mirë se na erdhe në podcastin ton, Emanuel. Parash mirë se të gjitha, faleminderit shumë për ftesën. Jemi shumë vite edhe jashtë aspektit të podcastit po më vjen mirë kështu personalisht po të shoh. Edhe po më vjen shumë mirë që jam mysafir. Shumë faleminderit, është kënaqësi për ne me të pas këtu sot me fol, me diskutu për këto tema që ti sot je ka mirë shumë aktivisht dhe po të shohim video, po të përcjellni në mënyrë të jashtëzakonshme për marketingun e banesave. Kështu që për fillim, a ka mundësi veç me na tregu pak për veten tonë. Publikut njeh si Emanuel Sylla, si një figurë televizive e sportit, ndërsa sot je në sektorin e patundshmërisë. Si ka ardhur te ky tranzicion prej një prezantuesit i sportit në patundshmëri? Si po ndihesh këtë sektor në përgjithësi, pak më na përshkruaj. Kanë qenë 11 vite fantastike sa i përket anës mediale dhe televizionit ku kam punuar në Kosovë. Diçka që e kam me vete gjatë kohës, edhe diçka që më ka kriju si personalitet. Edhe nëse e kam një pjesë të fuqisë në pjesën e prezantimit dhe ku e bëj nashta dallimin në aspektin e prezantimit të patundshmërive në Kosovë, atëherë sigurisht kjo është merit e klanit për shkak se aty jam zhvillu. Aty kam filluar nuk kam punuar dikon tjetër në aspektin e televizioneve përveç aty. Edhe është shumë interesant. Diçka që t'jep televizioni nuk paguhet me pare. Në fakt thonë gazetarët nuk fitojnë shumë pare. A vëdi, domethënë nuk fitojnë shumë pare, po çka t'jep televizioni nuk mundesh me pagu me pare. Domethënë varësisht se çysh është. Ne kom po në aspektin pozitiv. Edhe domethënë këtu besoj që është pjesa ku o dosht me shfrytëzu një benefit, një aftësi që e ki në karakter, po dhe që e ke zhvillu, që të ka ndihmu diçka, edhe tash qato forcat e tua me i shfrytëzu në diçka me bo për veti. Do të thonë, shkputja ka qenë graduale, nuk e kom lënë kështu me njëherë. Më kanë ndihmu disa libra që i kom lexuar për Nikol Gjatë. Në mesin e tyre është Dale Carnegie, një shkrimtar i jashtëzakonshëm që më ka ndihmu shumë. Edhe i ka do gjona shumë thjeshta, po nëse i praktikon bashkë çdo ditë, atëherë mundesh me pas shumë sukses. Besoj që më ka ndihmu shumë, kam pas sukses. Edhe graduale ka qenë shkputja, pa shumë zhurmë, duke mos u nal kurrë, nuk e kam shikuar asnjëherë, po t'rregoj drejt, sa është fitimi, ku po dalim, çka po bëjmë, nuk e kam shikuar fare. Domethënë se nëse fokusosen e tjera e hub fokusin për diçka tjetër, kështu që veç kom punu. Po t'rregoj drejt që jam nal kurrë, edhe që kojmë të folë sot jo për sport, po për patundshmëri. Është historie interesante, këtu që ai përshkruajte, shpesh i projektoj edhe në vetveten tem ka folshe, sepse është shumë e rëndësi kur the televizioni më ka dhënë shumë, të ka dhënë televizioni shumë, por edhe është ideja që ti çka ke përfaqësu si personalitet, si kanë mund me pas edhe efekt negativ. Mund më kriju një personazh negativ mos nuk mundesh me marrë me mend sot mundet më djeg televizion. Pikërisht për këtë të them dhe natyrisht me këtë backgroundin tanë që e ke kriju, tash po e ke bërë këtë transferin dhe po ke shumë sukses, sepse njerëzit tash sa do që për shembull i marrë me sport,
shpirti, mendësia, fytyra jote e reflekton te njerëzit atë sinqeritetin, seriozitetin. E ndjej, sidomos pjesën e besimit që kjo është mbi të gjitha në biznes. Je që një jetë në këtë aspektin e patundshmërisë, domethënë je arkitekt, edhe shumë se ne di shumë më mirë se unë. Domethënë, po flas veç për një sen kyç. Besimi ka shumë rëndësi këtë pjesë. Se domethënë është për dikush mund të më blej 10 banesa mrena vitit. Se i ka mundësitë, ka një kompani të fuqishme, po dikush e ka kursimin e krejt jetës. Apo kupton, edhe ai vjen prej teje do me blej banesë, për shembull këtë rast prej kompanisë tënde, atëherë është domethënë është një përgjegjësi varoj se dikush e bën si edhe me let, po përbesë është kohë komplekse. Shumë e saktë. A mundesh me na kallëzu cila është fokusi edhe çka e dallon kompaninë tonë prej të tjera? Ose ty personalisht, se ka shumë që mirën me patundshmëri, po cila është ajo që ty dallon? Edhe pse njerëzit po shkojnë te Emanueli, unë kam dëgjuar shumë. Emanuelit ju kanë drejtu për me bleni banesë, me bleni shtëpi, i kom po edhe në rrjete sociale, është ka lënë kërkesa mas Emanuelit. Cila është e veçanta, pse po jeni far magneti i njerëzve me ortet e me ble banesë? Po besoj që është kjo aftësia e komunikimit, mënyra se si flet, tonaliteti ka shumë rëndësi. Po kjo nuk është diçka që mundesh me bë për një ditë, as për një muaj, pas për një vit. Edhe është pjesa e besimit që thash. Kërkujt si intereson që jemen, a i ki syzat metalit, a i ki të dzeza apo të bardha, nuk e intereson që për frizurë e ki. Intereson që ka përfaqëson edhe si me thonë, rezaton ti besim të kata. Dhe me thonë, më tregu drejt, në momentin që e bëj një video, e analizoj, pak e shikoj prej jashtë objektin, prej me brenda. Edhe dhe me thonë, me farë mënyre, du të më pëlqy edhe mu, që me mujt me thonë që ashtu. Se ka shumë banesa që i refuzoj, nuk i bëj, nuk dalë me mu video. Sidomos këtu që nuk janë pa pranim teknik, pa legalizim, nuk flas fare pa dokumente. Edhe do me thonë që kjo ndihmon. Aspekti tjetër është pjesa e marketingut, që unë kom qenë aktiv në televizion përmes emisionit sportit, si gazetar, farosh kom qenë 11 vite në teren, disa vite, dikon 6 vite nëse ka bëj, se 7 kom qenë edhe komentator. I kom përcjell shumë sportet Kosovës në teren, që i bie sepse se më njohin shumë njerëz, edhe me shumë jam taku për safrëmi. I bie që për gjatë këtij rrugtimi nuk e kam rrejt askënd, nuk jam bë prej ekraneve, nuk e kom shantazhu kur një dikon që me shfrytzu televizionit që me thonë bëj kështu, nuk e ki asnjë titull skandaloz me emrin tem në portale, edhe po besoj që kjo është masani se njerëz në afat gjatë shikojnë, si ai puzzle që formu dhe thonë, po ndoshta muj me shku me bli prej këtij, po nuk, avedi është diçka që është ndoshta shumë paralel me këto rëndësishme pjesa marketingut farosh. Do të thonë, për fat mirë videot e mia i shohin deri në Australi, me pas klient prej Australisë që ka ble prej Londrës. Është interesant sfundmi prej Londrës prej Gjermanisë ka ble banesën pa e pa fare. Do të thonë kjo është diçka jashtëzakonshme, se nuk është bashkë lehtë. Edhe të betona që asja kom dhënë telefonin me tregu ku është, ja kemi çu videot, fotot që ato ne kom bë, e ka besu ka ardhe ka ble banesën. Kështu që për fat temën të mirë, rrjetet sociale të mia të kompanisë shkojnë kështu flok, edhe fati i mirë që ju dalin njerëzve, sepse për shembull dikush nëse është në Belgjik, në Holand, s'po flas për Zvicër, Gjermani, se kjo është dihet, po edhe deri në Amerikë prej Bostonit kanë thirrë para 2-3 ditë, domethënë që kanë dashur me ble diçka, sepse ata qoftë në Instagram, qoftë TikTok, qoftë në Facebook i përcjellin videot që prodhohen në Kosovë. Edhe atëherë algoritmi më kap mua edhe në shtetet evropiane për shkak të shqiptarëve. Edhe kjo masani pe bën çat marketingun e madh që më tregu drejt prapë po kthen atë janë nuk paguhet me parë. Nëse një video jote jam rënë 2-3 ditë shkon në 3 rrjete sociale 1.5 milion, 1.2 milion. Unë më marr me vet. Po, dikush mundet me thonë ashtu kështu, po shumë vështirë, sepse unë nuk kallzoj vica aty, nuk bëj sallta aty. Nuk, do me thonë, o zër
me tërheqë tërheq vëmendje me diçka që i ka flet përmbajtësore. Se në thëmë shpesh, që të merë dikon që të nëshesh, një tegull fefarona, bëhet viral, me patjetër. Apo kupton, është pak vështirë, po fati i krejt mirë që ty në që i përmenove, mos me përzërit. Është e vërtet. Se në shtem të thonë përgjigje ma gjatë se që të e pritë, kështu që ndalëm se nuk e kom të loshe. Është shumë bukur për thu, edhe për përshkruan shumë mirë, sepse mbi të gjitha kjo është besimi, edhe ajo figura që ti ke arrit me investu në vetvete, me kriju besim tek njerëzit. Përmes ekranit, përmes televizionit. Edhe rruj me fanatizëm. Lumë, të përgëzoj shumë, i kum po, edhe pikërisht sot për ato dhe sot jenë mysafiri joni, i podcastit dytë, Këshilli i Ndërtimit Gjelbër. E vazhdojmë për shembull pyetjen tjetër e kemi çu vlerëson sektorin e patundshmërisë në Kosovë. A është fair, a ka ajo ofrohet mjaftueshëm blerësve informacione për ata më bind, për me bleni një banes, edhe shtëpi ose banes, edhe si janë edhe konkurrentët tjerë në raport me juve. Me siguriti, kur i ki hip sektorit patundshmërisë, e ki bën herë një analizë të kompanive tjera që mirë në patundshmëri? Kjo shkon pak në raport edhe me kërkesën që i kinë trajt. Për shembull, na krejt muj me akuzu pjesën, për shembull fushë Kosovë. Po për shembull në fushë Kosovë blerësit nuk kanë pas mundësi me bli mashtret. Do me thonë, pjesa ndërtimit u bë në bazë që ati komuniteti që jeton që aty, edhe në bazë shmimit për shembull tokës ku ka mund ndërtu që ai objekt. Se nuk kanë mujt këta për shembull toka me kushtu, shembull dhe marë. 1 hektar me kushtu për shembull 50 milion euro, e këta me bë nivelin e ndërtimit zhglë. Po. Do me thonë, unë po konsideroj që në bazë kërkesës kanë shku. Kuve të fundit, fatmirësisht pjesa e internetit krejt këshijat nëse i ka diçka të mirë që sjell. A di që kjo po shkon nëse e shikon një objekt para 10 viteve pak po duket demode. Për shembull tash kanë dalë me tulla po bën objektet me fasade ventiluese që përpara nuk ka qenë. Unë po besoj që njëjtë sot 10 vite më para, këto që na duken trendi kanë më kon demode. Domethënë gjithmonë po shkon në aspektin evolon. Ndërtimi. Po, sa i përket ndërtimit në përgjithësi, është pjesë e jotja, në po du me... Po, më interesant. S'po du me fut në atë pjesë. Ja, është shumë lidhet me patundshmërinë, lidhet sepse në qoftë se një objekt është i izoluar mirë, ka dritare të mira, apo din me vlerësu vlerësit, sepse një objekt që është i izoluar mirë, është i ndërtuar me kritere të mira, ai harxhon edhe energji më pak. Ka dritare më të mira, fomi më të mirë, apo din me vlerësu vlerësit një objekt të tillë? Edhe këto, vlerësit do e blenë për shkak se nuk kanë qare, do e blenë sepse e kanë luksin, do e blenë për qef me lënë që aty, do e blenë me shumë e qira. Dhe me thonë, edhe kjo ta determinon vlerësin, ose si me thonë qëllimi i ti për çka është. Dhe me thonë, shumica thot, okej, unë e kom bo për shembull 55 vjetë, edhe thot i kom lidh 70.000 euro, thot 65.000 euro, me 65.000 euro, 70.000 euro, do të me patjetër ma gjetë në fushë Kosovë një banes me 3 dhoma, sepse jemi bo 6 antarë dhe tash, ai nuk e ka luksin me zgjedh shumë. Do me thonë, e këshyrë lokacionin, po këto pjesë tjera nuk është që shumë i analizon. Po, se është shumë e rëndësi lokacioni, për shembull, sidomos për familjet e reja që kanë fëmijë, ai kanë qirrë afër shkollën, kanë shkollën afër, ambulancën, plest, marketin, shumë është me Po, fati i mirë i ynit që ne kemi shumë diasporë. Edhe, do me thonë, shumica njerëzve që në të kaluarën, para disa viteve kanë shku në Zvicër, Gjermani, ne dim që shumica prej tyre kanë qenë në pjesën e ndërtimtarisë, në pjesën e bukpjekësve, edhe në këto paka shumë hotelierisë, nështë gastronomi, paka shumë këto 3-4 fusha kanë vepru sepse dim që kanë shku qoftë azilant për shkaqe politike, për shkaqe ekonomike. Edhe shumica prej tyre, edhe tash si me thonë, e kanë bartë një pjesë të shijes, të stilit edhe të kvalitetit të punës edhe në Kosovë. Do me thonë, din në rësu shumë mirë, sidomos viteve të fundit që shumicën e blerive, ndoshta po thamë edhe në Prishtinë, e bën mërgata, ata din me të vërtet çka me vlerësu, e din sakt çka duhin, edhe mjafton 2-3 elemente, me avon për shembull, të pyet çfarë gjë ma ka, nëse i thuti eko është me 3 shtresa, cilat kërkesa janë. Po. Cilat janë kërkesat e blerësve nga diaspora? Sakt, pyet çfarë izolimi ka.
Pyet, thot sa ka shtresën për shembull lesh xhami guri që i themi ne, çfarë fasade, a ka me tull, a ka me stiropor, thot nalt si është e izoluar. Pyet edhe për themelet që shiko, apo kupton që ka shumë rëndësi. Masani për ta shumë e rëndësishme është ngruhja ndryshimi. Shumica për tyni kërkojnë tash edhe punë termike, jo veç kaldose, jo veç apo di, kështu që e din shumë. Kjo është ajo që na si Këshilli Ndërtimit Gjelbërt i promovojmë. Po mundona me dal ka dalë. Bravo, kjo është ajo që i promovojmë praktikat e ndërtimit, na i thojmë ndërtimi Gjelbërt, jo në kuptimin që me ngjyrë Gjelbërt, eko. Kuptimin që është i izoluar mirë, ka materiale qëndrueshme, edhe harxhon pak energji, konsumon pak energji. Në momentin që pak harxhon energji objekti, sepse objekti dikon rreth 40% të krejt energjisë e konsumojnë objektet, ndërtesat. Në momentin që sa më pak ne konsumojmë energji, izolojmë sa më mirë objektet, konsumojmë më pak. Nevoja për energji është më e vogël. Më tregu drejt, në këto ditë që është më ftohtë, jemi në sinën e dimrit. Po. Si të futesh e vren pak a shumë. Do të thonë nëse futesh me një banesë e cila nuk ka ngrohje aktive që janë të shume, e vren që sheko izolimin, do të thonë e vren. Po kjo faktikisht neve pak si tërsi na mungon ajo kultura e mirëfillt për me vlerësu mirë një objekt, është izoluar. Nuk i kalkulojmë na shumë sa të mirë, nuk i menojnë atë që sa harxojnë arrym. Na duket nashta i lirë në fillim objekti, po në qoftë se s'ka izolim të mirë, s'ka dritare të mira, ti veç me energji shka harxhon, domethënë i rritet vlera kosta e. Na fat gjatë kthimi është më shumë i saktë. Domethënë kjo vonon, po na fat gjatë ndihmon shumë. Po kjo prap po kthen atë kushtet. Jo secili mund me ngjit ndryshemi ngrohjen, jo secili mund me blini punë termike e cila e ka një kosto e mirë. Prej 7 deri 20.000 euro. Ama është edhe pak tjetra, nashta nuk i ka krejt kushtet. Nëse i ka kushtet me bleni objekt 100.000, hipotetikisht, po, ai tjetri i mirë është 140.000, për shembull, ose 130.000. Me këtë objektin që s'ka izolim të mirë, që s'ka dritare të mira, ka humbje të energjisë, mas një kohë shumë të shkurtë ai prap duhet me renovu. A është më mirë me një kredi ekstra diçka për me marrë një shtëpi që është e izoluar mirë. Ose me bë kuzhinën më të lirë ose ulset më të lira të cilat mundesh me ndru mas 5 viteve. Pikërisht. Këto është ideja. Do të bëni një farë kalkulimi para se me ble. E këto është ndoshta vjen analizë pak pjesa, ndoshta këto vjen pjesa e edukatës masës, që nuk kemi posë emisione të tilla ku dikush është profesionist i fushës, edhe ta sqaron për shembull pse është më lirë. Para mendo tash më thon dikoj më lirë me blin 140.000 këtu se 100.000 këtu thotë ja ka vona i gare. Po, pikërisht. Po, më lirë është kjo 140.000 se kjo 100.000, faktikisht. Praktikisht sepse na jemi si edhe auditor të energjisë, që i masmi performancën e energjisë të objekteve. Është mirë, nuk është shumë e kushtueshme me bëni analizë. Edhe kur e bën performancën e auditimin e energjisë, e din ti brenda një kohë shumë të shkurtë sa energji ka më të konsumuar ti objekti, edhe aja vlen. Praktikisht kjo. Shkojmë tash te tema tjetër që ju intereson shumë shikuesve, çmimet. Pse bre shoku Emanuel kënetojnë krizë, problem, çmimet e banesave nuk po zbresin, sidomos në Prishtinë. Se nuk po zbresin çmimet. Ato po mduket mu, sipas perceptimit tem, çmimet po shkojnë të rritë. Në vazhdimsi edhe trendi nuk është të nalë. Që kjo tema jo, dini shumë mirë që patundshmëria prej që ekziston njerëzimi asnjëherë nuk i ka rrotë çmimi, si total, si gjeneral. Ka zona caktuar ku mundet me rrotë çmimi, ka ngjarje të jashtëzakonshme që mundet pa parashikuar po, për shembull, fatkeqësi natyrore, luftë, vërshime, e gjitha këtu me radhë, për shembull mundet me qenë një zonë që rrezikohet prej e patëm rastin konkret që patëm vërshime, do të thonë, tash ato zona që janë vërshu, aty nuk ka çmim aty. Po në aspektin tjetër, do të thonë, nuk i bie kurrë çmimi patundshmërisë. A dini se Sovjetë thonë Prishtinë kanë me kollapsu këto kompanitë në ndërtimit, kanë me s'ka përfunduar. Asnjëherë s'ka ndodhur asgjë, edhe asnjëherë nuk ka rrotë çmimi. Nuk janë rrit çmimet veç të patundshmërive, po janë rrit çmimet edhe të vezëve. Edhe të bukës, edhe të vajit, edhe të qumshtit. Produkteve esenciale ka shku edhe vlera e patundshmërisë. Absolutisht, dozë të në aspekt, nuk po them në konotacion në aspekt negativ,
Po dosë rritjes çmimit është e vërtet shumë që i ka dhënë diaspora, sepse kanë më shumë pare, kanë më shumë kursime, edhe mundësia tyre për me ble është më e madhe. Sidomos do e po sa mundet me kushtu një banesë në Zürich, në Basel, në Berlin, në Hamburg, Hanover, edhe sa mundet me kushtu në Podijev, në Mitrovic, Ferizaj dhe në Prishtinë. Natyrisht që ndërtuesit sektori privat interesin e ka me maksimizu fitimin farosh. Ai pronën që i ka kushtu, shembull për marr një banesë nëse i ka kushtu me përfundu me 50.000 euro banesën për llogaritje jo këtë objektin, përbes me mujt 300.000 shet. Edhe nuk ki çaj bën. Tash kjo pjesa është, a di qysh, i dopti edhe punista prej vetës, e ai që nuk ka mundësi nashta me ble shumë diçka gjithmonë është ai që dëmtohet i pare, ai që nin të ftohtin i pare, apo kushton, sepse kështu është jeta, kështu ka qenë gjithmonë. Po nuk mundën tash me unal për shembull njerëz mos me ble banesa, sepse këta që nuk kanë mundësi me ble banesa do të mundal për shkak tyne. Vëde, lani nuk bëhet lej për asnjëherë. Kjo është shembull i keq që shpe marrone, po pe flas realitetin dhe po flas direkt. Domethënë nuk mundet tash për shembull me u zbrit çmimet e banesave në X lagje në Prishtinë, sepse një pjesë e disa njerëzve në Kosovë i kanë bërë ka 60 vjet dhe nuk kanë hala banesë. Nuk funksionon kështu. Ku janë çmimet në Prishtinë më të lartat? Cila lagje ka çmimet më të larta? Janë zonat të cilat nuk ndërtohet më. Është bregu i diellit banesat e vjetra. Të Kuqet. Është pjesa e Olpianës, është rruga Djem Ramadani, është pjesa e Qendrës, është pjesa e Pejtunit. Çfarë ho tjetër? Veterniku t'i ka hyrë shumë çmime viteve të fundit. Fshiri t'i ka hyrë shumë çmime, sepse një pjesë është e etablume, plus të ato bo rruga e re. Domethënë që kjo beja, aja, edhe kjo që modernit e mshirë, domethënë që aty është një pjesë që ka interes shumë madh. Prishtina e re është shumë atraktive për momentin për diasporën, sepse janë me mija metra katror që janë duke u ndërtu, për fat mirë. Prap nuk po hin fushën e juj si arkitekt sepse nuk di not në atë pjesë, po në që ka kom po niveli ndërtimeve në Prishtinën e re është i mirë, është i kënaqshëm, shihet betoni që është i pastër, nuk ka vrima, është i vibru mirë, ajo ka shumë rëndësi. Edhe kom po, domethënë prej safërmi që ka shumë armaturë, që fasadat janë të mira, janë të inërish bukur. E po tash është tek e fundit banesë, sepse kjo, nëse nuk gabojnë gjuhën e arkitektave, quhet banim social. Është banesa, është banim social, ashtu e ka emrin. Tash jo secili mundet me ble edhe shtëpi për shembull, por po flasim këtë rast për banim kolektiv. Banim kolektiv. Pse janë shumë njerëzit e ki pa edhe në qyteza tjera, edhe si në Viti, Ferizaj, ma shumë preferojnë me ble banesë. Sepse dinamika e jetës po e bën një gjatë tillë, për shembull, niso prej vetës në 10 vitet e fundit edhe para 10 vite mbrapa, 10 vite të tjera, sa shumë ke pas kohë për familje, për kopsht, për bashkë nëse ka nevojë, për me kusit një bari, për me nreq atë pjesën e gjelbër të rrethojat në barë, domethënë nuk jem të pas kohë për shkak të dinamikës. Edhe shumica e njerëzve thotë e diçka, pak e po janë modë edhe këtu banesat që po i bojnë me pak gjelbrim, me pak obar. Domethënë shumë pak metra katror që mundesh me mbajt. Krejt është te koha, po edhe te kosto, sepse në shumicën e rasteve tek shtëpia gjithmonë mundesh ki mundësi për me fut pare kështu pa ndërprej. Në aspektin e banesës, në momentin që e mobilon të paktën 5 deri në 10 vite, faroshi je shumë okej. Aspektin e jashtëm s'është çështje e jotja, ajo e ka çat fasad që e ka, ke vendosur me blesh aty dhe në rregull je. Në garazh, në left, në banesë, ma let me mbajt. Edhe diaspora shumë preferojnë, edhe për shkak të sigurisë. Kjo ka shumë rëndësi, sepse një shtëpi që e shita në Ajvali, e bleu një gastronom në Essen, në Skavoj, në Gjermani, edhe më pyeti për pjesën e sigurisë. Ta Manuel, a ka këtu afër banor? Edhe pat në fakt pak banor, shumica ishin jashtë. Po fati i mirë i tij, që e pat, si më thonë, shumë pak metra, murin e dikujt familjes Beqet Paculli.
Edhe ata nuk kanë veç kamera, po kanë edhe rruje kështu fizike, si rre. Tash je ku ishin me këto 10% në rregull, je shokëm, i sigurt je. Besom që ke shumë pozitiv, kjo që ja thash me shako, po te ai pat ndikim të jashtëzakonshëm. Sepse me të vërtetë i fut 1000 euro në shtëpi edhe nëse 2 ditë mas i del ti kthehesh në Gjermani, kthehet shtëpia është për atë njerëzit te pjesa e banesave po ka kallabllak më shumë aty edhe mundësia për me thy, për me vjedh është më shumë më e vogël. Po është edhe një prej faktorëve kjo, më lehtë. Po e farosh edhe një sen tjetër. Këta ta shumicën ose po i kanë shembull, po flasim për kosovarët, shqiptarët që jetojnë perëndim. I kanë 2 javë, maksimalisht 3. Një javë e gjysmë shkojnë në Shqipëni, në Greqi, në Spanjë, ku e diun varësisht çush i kanë kushtet. Edhe s'po i mbjet më shumë se një javë e gjysmë Kosovë. Tash shtëpia oftof, ka shmërthy gypi ujit, zemja nuk po funksionon, është pa pastru. Tash nëse vinë me makina 1-2 ditë jo merr kohë janë të lodh. Tash a me pastru shtëpinë, a me po ç'a me bën, vëdi. Sa të nxehet pak shtëpia, nëse a dimret ty, po vjen ku a me shku, apo kupton? Kështu që ngrishin për motorrat përpara, shtëpiat e ftofta, uji ngrike, kiamet. Tash domthon është një po janë shumë faktorë që po i shtin me libanesë. Domethënë edhe kosto, po edhe krejt çdo që përmendëm me u përsërit. Emanuel, po më intereson kjo bankat, çfarë roli luajnë sektorin e patundshmërisë. Që shihni rolin e bankave? Është i jashtëzakonshëm, po për fat keq që për shembull e patëm vitin 2025, kalumin ku me 1 deri me 3 qershor shku normat nëse kanë qenë për shembull prej 2.5 deri në 3.5 shku deri te 6. Janë rritur pat rritjet 100%. 100%. Kjo është jashtëzakonisht e dëmshme për këtë pjesë nëse po flasim për rolin e bankës, që është i jashtëzakonshëm, po edhe shumë i dëmshëm në raste të tilla. Normat kanë rotash, sepse edhe targetit që i kanë është fillimi i vitit, edhe janë pozitiv. Bankat në Kosovë kanë edhe kredi për diasporën. Normal, është pak më lartë pjesa e interesit ose kamatës, varet cëllën pjesë e sheh. Kështu që po, është i jashtëzakonshëm, po bankat punojnë veç sigurt. Domethënë bankat punojnë me një investitor serioz, e kontrollojnë pjesën ku e ka dorëzu planin në komunë, e sheh a ka deviju planin, është deviju planin, sa ka fuqi me përmbajtje ato, edhe gjithmonë domethënë e këshyr pjesën e riskut, këta e masin shumë mirë sepse për çato e ka emrin bank. Edhe në Kosovë aplikohet shumë marrja e kredis për patundshmëri, për blerjen e pronave. Po them prap, fatkeqësisht është pak normal lart, po nuk është keq krahasim me shtetet për rreth. Nuk mundet me qenë që ka qenë ku në Gjermani 1.2, 1.8, për neve i shkon hajgare, kjo i shkon edhe ma shumë havi kishtë dhënë pjesës së ndërtimit, kështu që kjo. Kur jem të bankat, a ki një ori, a ka produkte financiare që i suportojnë investitorët për mi bën objektet ma gjelbra, ma green, ma të qëndrushme, a ki një ori, atë ka rame me ndëgju për kësi produkte, për ekokredi që ju thonë gjajshëm. Ekokredi po ka, edhe kemi dëgju, edhe kemi po në për reklamat, ndryshmo në për viti, nuk që e kom shfrytzu ekokredin, kom në aty ku banoj, mirë po nuk e kom shfrytzu, me gjitha të ka qenë një sen shumë i mirë i pjesës shtetit, qeverisë këtë rast që ka suportu këtë pjesën izolimet, subvencionet për izolimet efektive, nuk më kujtu fjallet, subvencionimin efficiente. Më thonë kjo e ka ndihmu goxha shumë, edhe më tregu këtë drejt, këta që si fëmijë më kujtohet i nkon ato termat e mëdha, edhe nkon shumë trona me tulla. Nuk e di, veç e di që si fëmijë ne jemi 4 fëmijë, 2 mota, 2 vllazë na ka zonë kredve si vizionin e madh. E i patën hiq këtu sepse shumë argjojnë. Konsumus të vajtë. Shumë argjojnë energji, kështu që kjo ka ndihmu shumë. Domethënë, me fol drejt, vetëm një hap të vogël njerëz të reagojnë, i përgjigjen çati plani sepse e shohin që është mirë për ta. Po ajo ka qenë i vlerë dikon 80 milionë. Mund të marr shembullin edhe fluksin e kerrave që po vinë nga Korea, sepse Korea thotë largoj kirën me naftë ose me benzin, ka shpore i kirë dhe tipi vjen me fitu shumë, do me thonë, e largoj. Kur të na halo pagujnë dogana për kirët që i vinë me 0 kilometra. Plus bilet deri
deri së fundmi ka pas edhe pjesë kontrollit teknik, makinat që ka 0 kilometra. Do me thonë ja e vulën, plus me rrim. Edhe me rrim që ka nërë plus dogonë. Sakt. Para mendoj, ja vulën Mercedesi, BMW-a, Audi-a, na nalim këtu, do me kontrollu më falë teknikisht. Krejt vendet e zhvillume është Ja, po vlasim gjithmonë 0-0 kilometra. Në vendet e zhvillume gjithmonë është tendenca për me zvoglu ndotjen. Makinat që djegën naftë, ato lirojnë ndotje. Kurse këto me energji elektrike natyrisht janë edhe ndotjen akustike, zhurmën, po njëkohësisht edhe mbrojtjen e ambientit. Që ta merr mendja mire për meni institucionet publike që kanë bo investime në masat e eficiencës. Kjo është kryesisht fondi i Kosovës për energji eficiente, që ka dhënë këto subvencionet. Bile mendoj që për vite me radhë, më fal, nuk që kanë fitu shumë projekte të kësaj fushë, sepse shtetet të fuqishme, do me thonë japin miliona, miliarda në këtë pjesë. Ka pas mungesë të aplikimit, të përgatitjes së një dokumentacioni për aplikim për me marrë një fond. Do me thonë kjo edhe ka ndodhur fatkeqësisht, pra po them. Sa i përket shtëpiave individuale, ka pas aplikime të tashme, gjë që në rondin... Jo, po them si shtet me boni lloj aplikimi edhe me marrë një lloj fondet ndërkombëtare e kam fjalën. Po, është e vërtetë. Shpesh na kanë ikë milionat kështu. Është e vërtetë, tash për shembull IBRD-ja e mbështet me 50 milion. Që është diçka jashtëzakonshme. Me 50 milion për masat e eficiencës, ku këtë projekt ka me implementu Fondi i Kosovës për energji eficiente. Kështu që në sektorin e objekteve publike, për mi marrë masat. Edhe kjo na fat gjatë, momentin kur mirën masat, e eficiencës, kur izolohen mirë, ban komplet ato masat që shidim në të eficiencës, natyrisht edhe vjen konsumi i energjisë, edhe ndotje kemi ma pak njëkohësisht, po edhe aspektin social. Dhe zbjem logo në biles. Zbjem edhe komfori i brendshëm është ma i mirë kur kemi energji ma të mirë. Domthon, kjo është edhe roli i institucioneve publike që do të me lujt në masat e eficiencës ose në standardet më të larta të ndërtimit, kjo automatikisht ndikon edhe të treguj patundshmërisë. Veç apo mundesh me paramendu në aspektin që thoa edhe të pjesës akustike, edhe të pjesës ndotjes soret, nëse krejt makinat që sillen Prishtinë, so janë 200-300 mijë që futen mbrana ditës në Prishtinë, nuk e di sa, me qenë krejt me tjetër ndotje. Çfarë ajre kishte pas? Ajre kishte me qenë. Po kjo do të me qenë me pas incentiva shtetërore për me minimizu këto ndotje akustike, mjedisit e tjera. Qysh e sheh, Emanuel, sektorin e ndërtimit edhe të patundshmërive në vitet e ardhshme? Qysh e sheh sipas perspektivës tonë? Qëta është zonat që janë të zhvilluar për mena Prishtinën e re. Është pak ma mirë se pjesën e ndërtimit që u bëhet domethënë mas lufte. Ka rregulla ma të mira, ka menoj që rregulla ma ferr, edhe ka pak ma shumë kontroll, por fatkeqësisht nuk kem shumë inspektora. E vërtetë s'ka inspektor. Domethënë, por lejet që i jepën, tash koeficienti i ndërtimit edhe sipërfaqja e gjelbër janë ma strikt në komunë. So ka me qenë lartë, so ka me qenë larg objekti tjetër, në kuadër të lartësisë, so ka me qenë zona gjelbrimi. Distancat, so gjelbrim, numri i parkingjeve për çdo banesë duhet me pas numrin e parkingjeve, për 100 metra katror lokal duhet më konë 3 parkingje minimum, për handicap duhet me qenë parkingjet e veçanta, gjitha këto, por shpesh herë po ngecë në realizim. Shpesh herë ato hapësirat e përbashkëta, gjelbra, hapësirat për lojra, tani mendoj që duhet mu parapo edhe parkingjet e bicikletave, duhet mu parapo edhe ajo ku mbushën makinat me energji, makinat elektrike ku furnizohen me energji me kohë mi parapo, po ashtu edhe panelet solare tash duhet me hinë funksion, ku sidomos ato ndriçimi i përbashkët, hapësirat e përbashkëta, pse mos me përfitu ndriçim prej solarëve. Gjitha këto duhet mu rregullu përmes legjislacionit. Po investimi fillestare pak i lartë, po masani ki kostozë. Gjithmonë ki mandej falë se ki energji prej diellit, ki me ashtu. Çfarë këshille kishim i dhënë blerësve ose investitorëve sot për me marrë vendime të rëndësishme për në të ardhmen, ose për me fillu një investim ose një ndërtim, a kishim i sugjeru që me fillu, me mendu ata
për një ndërtim primet qëndrueshëm, sustainable building, që kish me pas një kosto më të ulët mirëmbajtjes gjatë ciklit jetësor të saj, po ashtu edhe më konë në qendër të objektit njeriu bre, se na për njerëz pi bojmë këto. Cila kishte me qenë ajo këshilla jote? A menon që do të me ngrit nivelin, me shku me standardet BE-s, nivele më të larta, që njerëzit prime kur e paguajnë banesën 1.500 euro metrin, ose 1.800 euro, ose 2.000 euro metrin 4 orë, prime mi pas hak, bre. Jo, nuk janë reale. Do me thonë, parosh ka shumë rëndësi sa po e marrin çmimin edhe sa po e shet. Do me thonë, këta mundën me mojtë dhe 3.500, po e shesin. Krejt prona që në afron dikush çmime reale, sepse tash për shembull unë jam kompanie real estate. Edhe ma beson shtëpinë, banesën tonë me shit. Tek e fundit te përcakton çmimin. Po nëse shoh që çmimi është shumë i frym, nuk e marr, thjesht e refuzoj, më fal, nuk muj me marr. Sepse edhe ti po e marr një farë përgjegjësie në momentin kur del, aty të shohin 200-300.000 veta, edhe ti po e thun një çmim jashtëzakonisht lart, atëherë edhe ti po çesharake, fillojnë më të shohë, më të fyje, e hub një lloj reputacioni, e hub një lloj besimi, do thonë do të më pas kujdes, nuk mundesh me qenë bashkadush. Çfarë po du me thonë është, gabimet po bëhen që ka ndërtues që derisa ta bën edhe pjesën e dyrëve dhe dritarëve montimin, nuk fillon me shitje. Ka të atill që ju duken paret, edhe në momentin që futet luga e bagjerit, ose pa futur luga e bagjerit fillojnë me shit, edhe në fillim shesin shumë lirë. Masanin nuk ju dalin matematikat kërkon. Do të thonë, ka dhe mungesë të stafit në për kompani të ndërtimeve, të ekspertëve të cilët bojnë analiza financiare, edhe të cilat e bojnë analizën e dinamikës së punës, së zhvillimit të projektit, si në aspektin arkitektonik, si në aspektet gjitha këto tjera. Planin dinamik, gjitha këto, do të thonë, është mungesë e jashtëzakonshme. Çka unë sugjeroj është që gjithmonë, që thonë, njerëz kanë qef me shkel ku kanë siguri. Do të thonë, jo me një drosk të kalpt, po me shkel ku është sigur dhe ku është fort. Kështu që te pjesa e blerësve që duhen me bli banesa, do të thonë, çmimet që proklamohen nuk janë të vërteta, nuk janë të sakta, nuk është ashtu. Nuk është me dhon lavdat asnjë prunë të vet me farosht, unë nuk e qes pa çmim. M'fal. Bravo. Me qet me shit, s'po e qet çmimin, është optimi, e ka do me mashtru, a që e ka do me bo? Sepse edhe unë e shoh, do me thonë momentin që nuk i qet çmim, mundësia për manipulim është e madhe. Pse s'pi qet çmim o do? Qitja çmimin. S'ko lidhje, 5 milion, 50.000, nuk ka lidhje, qitja çmimin se dushmim nuk e vëm. Edhe fatkeqësisht e shikojnë, është prej Amerike, okej, 10.000 më shtrejt. Është prej Zvicre, pja mojnë 15.000 më shtrejt. Është prej Gjermanie, pja mojnë 8.000 më shtrejt. Është prej Komoranit, okej, pja lojnë pak ma lirë. Nuk është fer. Nuk është për atë po të tregi qëndrueshëm. Unë ja qes çmimin, nuk më intereson fare kush e blen. Lidhur me këto që diskutove bagjerin e vendos, ne si Këshilli Ndërtimit Gjelbër, përveç që i promovojmë ndërtesat e qëndrueshme, ndërtesat e gjelbra, e kemi si objektiv edhe avokimin e ligjeve, politikave të ndërtimit, ku një pi temave jemi të e trajtu tash, në podcastin e ardhshëm, do ta kem avokatin ton që e kemi edhe është nën kryetari i Këshillit të Ndërtimit Gjelbër, kena me pas një temë shumë interesante. Hajde, cila temë është? Sigurisht kënë dëgju edhe i ballafaqu. Shumë njerëz kanë fillu më morë me ndërtim. Janë bo ka 50.000 euro, 100.000 euro, 150.000 i kanë bo, edhe hajde penismi një objekt. I kanë thonë njerit lëshona i venin, kanë bo marrëveshje, e ja kanë pri shpijin atije, këtije, tjetri ka ble, edhe ndërtimi ka me gjyst në mungesë. Ka që blenë, sepse e marrin çmimin e më të mirë. Po, por objekti ka me gjyst për arsye të financave, mos menaxhimit. Ky është një problem shumë i madh. Jo, kjo është hajni klasike. Është hajni klasike, po çka është problemi tjetër? Problemi tjetër është që mandej pja shkatron jetën një familje, një njeri që i ka bo kursimit që thërë të vjen shprehje dora shtetit.
e dura shtetit. Të vjen inspektorin. Pikërisht për këtë, jo inspektori, po legjislacioni. Absolutisht. Avokati joni ka bën një hulumtim edhe I ka bën analizat se çish funksionon kjo ligjërisht në Kroaci, në shtetet e Bashkimit Evropian, edhe në shtetet, edhe në Dubai. Dhe pikërisht Deponim, a? me deponim. Këtë ai kom e shtjellum podcastin e ardhshëm edhe besoj që kom konë një temë shumë atraktive, sidomos për ata që ju ka ndodhur, edhe një preventiv të tjerëve mos më ju ndodh një gjë e tillë. Domthonë se duhet mu bazu në investitor seri. A ki pas raste të tilla? Atë ka romo mu ballafaqu me banesa të tilla? Me u ballafaqu jo. Kusht parim. Në momentin që pranojmë një telefonat, edhe më thotë e kam një pronë me shit, absolutisht. Ja kërkoj lokacionin, futem në geoportal. Kjo pjesa e hezimit me të kuqe, do më thonë nënkupton që ai objekt është legalizuar, ja kërkoj fletën poseduese. Për shembull, ka shumë raste tilla që kanë ndërtuar në Prishtinë, fletën poseduese tokës e ka, shtëpisë nuk e ka, fare nuk e marr parasysh. A di edhe pse? Sepse ka që blenë edhe me avokat. Po mundësia me dashur e manipulimit ekziston. Do më thonë është prezente, po kjo pjesa e këtyne që blinë me avokat ma shumë shon në pjesë të besimit. Unë e kom shok farushin, e njo, e kom familjar, e kom daj aq, në rregull, e blinë me avokat. Po në rastin tjetër jo. Edhe sidomos ta që jetojnë në perëndim, nuk dojnë me fol pa dokumenta. Edhe shumë mirë bojnë. Edhe shumë mirë bojnë. Do më thonë, sen I parë që më ofrohet një pronë, ja kërkoj lejen, ja kërkoj letrat. Sepse ja bën energjinë, ka edhe investim, sepse unë kam investim që shkoj me bo një video në diçka, unë e para si lypi kërkojt. Ajo është riski imi. A shes une, apo nuk e shes, ajo diçka tjetër. Për atë po du me thonë që e shpenzon energjinë, e shpenzon kohën, vjen me pa klienti, vjen tjetëri, hub ku, hub dit, edhe në fund nuk mund është me shqit, dhe nuk ja vlen me u marrë. Kështu që I kisha sugjeru edhe ata që dojnë me ble fare mos falni pa letra. Banesa, toka, troje do të me u ble vetëm te noteri. Perfekt. Kjo është një mesazh shumë I mirë për ata që mendojnë me ble. Ata që dojnë sigurtën. Për fond, a ki me thonë ajsen, Emanuel, na I sugjerim për ata që dojnë me ble pronë, banesë, jo veç në Prishtinë, po në krejt Kosovë. Kjo ke shumë e bukur, kjo si mesazhi I fundit. Tash, jo të gjithë farosh mundën me njoft tregun shenjojna, se jem lëvizje çdo ditë, jam terren çdo ditë. Edhe kem për shembull qasje në kompani të ndryshme, I dëgjojmë ka dojnë me investu, ka dojnë me shku, ka po shitën tokat, ka zhvillime. Do të thonë, jo krejt këto mundën me ditë, mundën me ndje, mundën me pos informata. Që ka shumë rëndësi, është kush dënë me bli shtëpi banesë, me thirr dikon që I beson. Me thirr dikon që menon që nuk e tradhton, nuk e lëndaq, edhe nuk I shet pronë, si thash pa letra, edhe pa noter. Kjo ka shumë rëndësi. Do të thonë, e dyta është me I marrë çdo informatat bazike. Cili është lokacioni I përshtatshëm. Më falë që më ndërprej, është e rëndësishme një person me patundshmëri që I prezanton objektin me pas pak edhe një nivel të edukimit rreth procesit ndërtimit, rreth kualitetit ndërtimit, sepse plot njerëz e di që I prezantojnë filan shtëpinë, objektin, por nuk dinë me prezantu mirë. Për shembull, nëse I ka një nivel të edukimit më të lartë rreth procesit ndërtimit, ka që si izolimi, e ka këtë ngroje, e ka Fati I mirë është jemi edhe familjarisht, do të thonë baba jam është ka qenë në krye të udhëheqjes së punës nëpër disa objekte ko gjatë me nama dhe të ndodhur në Prishtinë. Vllahun e kam arkitekt, kështu që tash e nuhas atë pjesë sepse në familje është fol, domethënë e di çka planimetria, e di çka po ne kuptoj gjatë prezantimit që ti e ke sensin, e njeh arkitekturën, e njeh procesin e ndërtimit. Edhe kur I prezanton ato objekte, dimi prej pikat e forta të atij objekti që për një me bind klientin. Po jo me shku edhe shumë në aspektin teknik, sepse jo krejt e kuptojnë për planin, projektin si farushi. Do me thonë, dush me përshtat ku e ki klientelin, cili o targeti. Do me thonë, targeti jem është prej personit më të pasën në Kosovë, tjeri të aj, që I ka bo 40.000 euro me bli një banesë me një dhomë gjumi. Do me thonë, unë e kom target krejt. Edhe tash jo krejt kanë me kuptu, ndoshta një gjuhë shumë teknike, shumë profesionale, kështu që për shembull shumica më kanë thonë, po pse dush me thonë dhoma gjumit kur na peshuhet.
Okej, unë muj me përmend dhe shtrisat e është glet, është fasad, muj me përmend këtu, po nuk është e intereson. Do me thonë, po, për një blerës të zakonshëm, a di çfarë intereson atij? As se intereson sheki emrin, tregu vas ngjyrën e flokëve, harroe këtë pjesë, harroe. Çka ki me shit valla? Apo te kallzon çka ki me shit. Del në temë. Kjo është lokacioni, çto e ka afër, kjo është kati, kjo është banesa. Nxem ngrohja ndyshemi, izolimi, është eko, kjo intereson atij. Për me kjo intereson atij pe një video teme se nuk i bëj video më shumë se 1 minutë e gjysmë sepse humb vëmendje, s'ka vëmendje. Gishti nuk nalet, do me thonë veç lëviz scroll edhe po, problem me marrë vëmendje. Pjesa tjetër, do me thonë, unë du të mja ofru bazikën, që me shti ato me menu që okej, nështë që kjo banik si avlim me ble. Do me thonë, unë du të me shty ato për më më thirë në telefon. Masanej, kur të më thirë në telefon, dënë shprej interesim me orë me po, atër në shkujnë, ja prezentoj në vend të ngjarjes. Edhe në vend të ngjarjes, ka me këshyrë çdo të cep. E kom pas një rast shumë interesant, s'po tregoj kush është. Kam raport perfekt me to me një blerës. Kur në jetë nuk kom pas që ka blesh minaj. A di që e ka shiku çdo cep. A di që e ka prek me dorë çdo kënd e ka kshyrë edhe a ko lakshti, e ka dol jashtë, e kshyrë ka flejt toka, do me thonë, a e mleti. A e ka shiku, sepse e ka mle, e ka shiku për me ble. Do me thonë, ki raste shumë interesant, dhe ki llojet ndryshme, profilet ndryshme. Ne pretendojmë si KGBC. A mo ki edhe kështu që e blin pa e po? Allah dhe kohët. Unë nuk isha mujt me blin pa e po. Kështu që... Ne si KGBC jemi edhe partner ekskluziv i DGMB-s. DGMB është një entitet që i certifikon objektet, varësisht prej cilësisë çfarë kanë. A e përcjell gjatë gjithë kohës procesit ndërtimit, apo kur ndërtohet e bën lështimin? Prej fazës projektimit, certifikohet. Pa do të me apliku ata, apo se... okej. Na do të me apliku, nëse ti don. Unë si ndërtues do të me apliku tek jo, për me bë certifikim. Na si auditor, doni me apliku me projekt si para kualifikim. A ka kosto të lartë? Varësisht si përfaqës, po DGMB është më e lirë se lidhje shumë tjera, edhe është gjerman, dhe kemi marrëdhënie shumë mira. Na jena hala mbrapa me certifikim, po jemi të ngrit kapacitetet e A di çfarë do të thotë në objektin tim të jetë në vull që një ketë votën dhe të në vull gjermane. Në qoftë se ti platinum objektin me certifikat DGMB Platinum, DGMB Gold ose Silver, ajo vetë flet, s'ki nevojë ti më shumë me prezentu. Normal që haloj jemi largë, por na si KGBC e kemi fillu këtë rrugë, edhe është një lehtësim shumë i madh edhe për juve që mjerrni me patjetërshmëri. Absolutisht, sepse në momentin që shkojnë me prezantu një video, një objekt, një banesë, nëse ka vullën, u më ndihmon shumë. Edhe unë e kam ma pak dru masanej se, sa është shumë e ndihshme. Dikush paret e krejt jetës vendos më të besu ty kupja. Nuk është se cila prunë e imja, është muj me shqip ndërtimin, po mënoj banesën ku e keni ndërtu jo, ose ai tjetri. Mirë mund me pas shumë kujdes, sepse më të vërtetë është kogja ndihshme. Emanuel, unë të shoh si një aset, edhe si një bashkëpunëtor i Kosova Green Building Council, sepse krejt Green Building Council, krejt botës, kanë marrëdhënie dhe bashkëpunim shumë ngushtë me kompanitë e patundshmërire. Domthonë ndërlidhet kjo shumë ngushtë. Kështu që edhe kjo intervista jotja e sotit është shumë produktive për gjithë ata që na kanë përcjell. Urojt kanë kontribuar. Unë vjen shumë mirë dhe të falenderoj shumë për kohën që e ke gjetë me nda me neve dhe me shikus dëgjues tonë. Faleminderit shumë Farosh, diçka që apo mirë shumë mirë. Nashta kemi dalë shumë jashtë kohës, kemi zgjuar shumë. Jo. Ka qenë një fazë para shumë viteve që çau servu në televizion, është dasht me praktiku. Do më thonë, shihe si duhet me bo. U imponu? Jo imponu, po ka pas gjona shumë të reja që nuk i kemi pa, nuk i kemi ditë. Në përgjithësi, në krejt fushat. Kove të fundit që ka shërbejet është qysh nuk do të me bo. Fatkeqësisht, do me thonë, shohem edhe shërbejemi, furnizohemi në aspektin medial, në aspektin internetit, thu, qysh do të me bo. Kështu që kjo emision është qëre qysh do të me bo. Edhe di që po më vjen mirë se shumica janë konsum fast food. Fast food është kancerogen. Në fatë gjatë bëndon. Do me thonë, po e shoh edhe unë emisionin tuj, jo pse një imitash, po se mu i mos më ta thonë. Edhe jo mu i mos më thonë. Po e shoh si një aset, sepse me të vërtet thash,
mungon diçka që me eduku vlerësin, jo të gjithë prefaroshë kanë pas mundësinë me kry fakultetin e arkitekturës, me mësu gjuhën angleze, me punu me kompani ndryshme evropiane, ndërkombëtare, projekte të jashtit, internacionale. Tash, çka me bë? Po që ato ka shumë rëndësi me eduku, me ditaj pse që tham kushton ma lirë 140.000 me ble, me ato që i përmenëm green, se sa kjo 100.000 që nuk i ka ato. Dhe me thonë ka mungu edhe nuk ka pos ka me morë informat, tash edhe në familje ti ndoshta nuk është dikush që e ka një pjesë të intelektit ose zhvillimit të aspektit akademik, i shkollu, ose i profesionit që mundet me i tregu. Kështu që po të përgëzoj edhe shumë mirë që ka emisione tilla, sepse menoj që ka shumë nevojë njerëz. Ky investim për dikon thash bëhet vesh një herë në jetë, ndoshta dhe shumë me rëndësi. Ku po blen lokacione për me në shkolla, gjitha këtu s'po du më përse. Gjitha ndërlidhen. Kjo është temë shumë e gjanë, po unë jam shumë i lumtur që edhe aspektin e patundshmërive e diskutuar në podcastin e dytë. Besoj që kena me pas hala mundësi tjera me bashkëpunu edhe me nda mendime edukative, ide të ndryshme rreth patundshmërive, qysh njerëzit mos me gabu, cilat janë pozicionet më të mira, qysh duhet me mendu shumë para se me javon tokën ose pronën dikujt me ndërtu banesa. Shumica nuk e analizojnë edhe sa i kthehet investime. Donë ka shumë rëndësi me këthy, absolutisht. Qa ta kalon për 15 vjet, 20 vjet nuk bëhen me investu, nëse nuk janë nxjerrë ato para. Ne si auditori bojmë gjithmonë këto kur ja auditojmë objektet, industri, gjitha për sa kthehet çaj investim. Kjo jetike është shumë me rëndësi. Kështu që edhe një herë, faleminderit shumë që ishe të nderuar miq. Tani pe përfundojmë këtë podcast, bane subscribe edhe përcjellni ndane këtë video me të tjerë se ka me pas shumë informacionet mira që njerëzit kanë më shërby, sepse Emanueli sot ndajti me neve informacione fantastike dhe një përvojë të tij e cila është shumë e dobishme për juve. Faleminderit.